pyetje. Ashim thanë se personat që kanë profesuar, Hashim Thaçen, kur të kanë kontaktuar për herë të parë lidhur me këtë çështje të kësaj takon ZPS-s? Përgjigje. Përpara se të përgjigjem pyetjes, më duhet të them që unë kam punuar në pjesën ose dekën ekzekutive të Shteteve të Bashkuara. Kam qenë shumë i zënë në profesionin tim, në punën time. Në periudhë kam qenë gjithashtu edhe këshilltar i sekretarit Blinken nga viti 2022 në 2025. Dhe më duhet të them që për dëshirën time, për qenë disponueshëm në gjykat, po ashtu kam shpenzuar shumë orë për të siguruar që Departamenti i Shtetit më lejonte të jepte dëshmi. Ishte vërtet një barë e shtuar për mua, do të thënë me gjithë angazhimet dhe gjithë punët që kisha, më duhet që të mendoja edhe për këtë. Ndërkohë që sa i takon pyetjes tuaja që kush më ka kontaktuar për herë të parë, mendoj që Pierre Prosper më ka kontaktuar së pari, që është ish prokurori i krimeve të luftës në Amerikë. Gjithashtu dëshiroj që të them që kam punuar edhe në OECD në Paris, dhe më duhet të them që ndërkohë që kisha shumë angazhime të tjera, kam menduar edhe për këtë gjykatë. Pavarësisht kësaj, unë jam përpjekur që të bëj të pamundurën time për që në disponueshëm dhe për t'i dhënë të gjithë respektin e merituar një gjykate. Dhe unë u pajtova me fakti që isha një dëshmitar, kam qenë në kontakt me zotin Prosper për 5 vite, edhe gjatë këtyre 5 viteve jam përgatitur për dëshminë time që filloi dje. Pyetje.